Një ngjarje e rëndë ka ndodhur në qendër të Bushatit në bashkinë e Vaut të Dejes, ku një konflikt për motive të dobta ka degeneruar në dhunë fizike me mjetprerës. Policia bën me dije se 56 vjeçari Besnik Shkambi, banues në Mal të Jushit, u arrestua në flagrancë pasi goditi me kosore një 39 vjeçar gjatë një konflikti të ndodhur në ambientet e një lokali. Sipas hetimeve paraprake, viktima ka pësuar dëmtime në kokë dhe pjesë të ndryshme të trupit, përfshirë edhe një frakturë në krahun e djathtë si pasojë e goditjeve me mjetin prerës. Fatmirësisht ai ndodhet jashtë rrezikut për jetën nën kujdesin e bluzave të bardha. Policia sekuestroi mjetin prerës kosore si provë materiale, ndërsa dosja ka kaluar prokurorisë për veprimet mëtejshme. Ngjarja pohetohet për të sqaruar plotësisht rrethanat dhe motivet e këtij konflikti. Ndërkohë, në 24 orët e fundit, specialistët e qarkullimit rrugor nisën procedimin në gjendje të lirë për një 64 vjeçar banues në Posrib dhe një 81 vjeçar banues në Hotori, pasi u kapën duke drejtuar motomjetet pa leje drejtimi. Specialistët për hetimin e krimeve referuan materialet në prokurori, ku nisi procedim në gjendje të lirë për një 69 vjeçar banues në Golem dhe një 55 vjeçar banues në Shtoj të Ri, pasi kishin kryer punime ndërtimi pa leje. Gjithashtu për një 54 vjeçar banues në Izrael, nisi hetimi pasi ndaj këtij shtetasi ka kallëzuar një 26 vjeçare që pretendon se në datën 9/10/2025 është abuzuar seksualisht në një hotel në fshatin Theth nga 54 vjeçari. Materialet i kanë kaluar prokurorisë për veprime të mëtejshme.